Loti, faleminderit që pranove ftesën për intervistë. Këtë herë, për herë të parë ka vendosur të mos mbaj letër përpara se ju kam vënë veshin kritikave, mos recito, mos bëj, fol më lirshëm. Dhe po sillim sikur jemi dy shoqet ulura në kafe dhe po bëjmë muhabet. Nuk është një nga ato kafe të zakonshme që ti je mësuar të pish para spakut, për shkak se unë po të jem afër spakut nuk i përmbaj dot emocionet, jo nga frika, po nga dashamirësia që kam ndaj tyre. Dhe kemi zgjedhur një ambient pak më privat për të folur. Ne intervistat i nisim duke folur për fëmirin. Si ka qenë fëmirja jote? Lorida, faleminderit. Më vjen shumë mirë që ju keni ndërmarrë tashmë një nismë të re për të patur edhe një intervistë vazhdueshme, besoj, periodike, sepse të nxjerr nga ai misteri që të gjithë kush është kjo vajza pas kësaj faqes, që ka ca poezi interesante, që ka ca statuse pikant dhe uroj të ecim mbar. Faleminderit. Gjithë me fëmirin time. Unë kam lindur në një fshat të Dibrës, një fshat më i bukur në botë, them unë. Si ka për fshatin? Zallëreq, poshtë shtëpisë time ose kullës time prej Guri, kullës tonë prej Guri, Gjarpëron Drini i Zi. Nuk mësova kur not atje, sepse më mbanin si atë vajzën e privilegjuar të familjes. Kam jetuar në një shtëpi të madhe me xhaxhallarët, me kushërin, me kushërirat, por duke qenë vajza mistrece e familjes, sigurisht më kanë trajtuar në mënyrë fantastike dhe kam ndier veten gjithmonë të privilegjuar edhe shumë rehat. Dhe në të njëjtën formë dhe mënyrë vijojmë edhe sot, ku secili prej nesh është në punrat e veta, me familjet e veta, kur mblidhemi rikthehemi sërish mbrapsht në kohën e fëmirisë. Dhe nuk i harroj asnjëherë kur të gjithë fëmijët merrnin plasmase dhe rrshqisnin në borë, sepse binte shumë borë, ndërkohë vetmja që shkonte pa lagur në shkollë isha unë, sepse më merrin të gjithë një nga një në shtëpinë për të më çuar deri te shkolla, më merrin çantën, më mbanin kushërinjt ose kushërirat, kështu që jam ndier me shumë fat. Sa larg është fshati nga fshati Altin Dumanit? Shushte. Të jem e sinqert, nuk e di fiks vendlinjen e Zotit Dumani, por kam përshtypjen duke marrë në konsiderat që njoh të gjithë qarkun Dibër, rreth 1 orë 30 minuta, besoj, me këto rrugët e shkatruara që janë, se po të ishte me asfalt mbase do shkojë më shpejt. Çfarë lloj nxënëse ke qenë? Ke qenë nga ato nxënëset e mira që rrin gjithkohës mbi libra, apo thjesht? Mendoj që kam qenë një nxënëse e mirë, e vëmendshme, sistematike. Ndonjëherë edhe ke parasysh rebele. Edhe kjo gjëja më ka ndjekur gjatë gjithë kohës, edhe më pas në gjimnaz, edhe në fakultetin e parë dhe në fakultetin e dytë, me uljen ngritjet e mia. Fakultet pastaj një herë azi edhe punoja, po që mendoj që kam qenë një fëmijë interesant. Për ne në jug, kur kishim në një poezi në gegnisht, ishte shumë e vështirë ta mbani mend të përmendesh. Po më shqipni, unë edhe sot e kësaj dite, mbase nuk ja them dot fjalët tamam, siç e ka. Për ju në Veria, ka qenë një gjë me dialektin tos në një poezi andon Zako Çajupit apo Naim Frashit? Jo, por ju e dini që unë betem pak krahinore në këtë pjesë edhe po të më kërkosh të recitoj prap andej nga anët e mia do recitoj. Kështu që në këtë drejtim, dëgjoj, gegnishtja është gjuhë dashnie, nëse mund ta them kështu, është një gjuhë që unë e dua fort. Për fat keq nuk e flas shumë bukur, por kam shumë mikesha të cilat e flasin, kam shumë mikesha të cilat ua kanë transmetuar edhe fëmijëve. Unë përpiqem kur jam familje ndonjëherë të flas edhe me dialekt, edhe përpiqem të hedh në një batutë edhe në ekran. Sepse më duket një gjuhë e bukur, sikur më përfaqëson, sikur nuk e di, domethënë është një gjë që të vjen natyrshëm. Patjetër që ne për shkak profesionit, por mendoj edhe shumë të tjerë nga veriu, për shkak profesioneve të tyre, në një farë mënyrë janë përshtatur. Kështu që edhe unë jam përshtatur, kam disa problematika në dialekt, nuk ngatroj disa gërma, por e them me shumë krenari dhe ndonjëherë edhe kur e kam të qartë që nuk e kam gatruar, sërish sikur e bëj qëllimisht pastaj se më pëlqen kjo gjëja. Unë shoqeve të mia ju them kur të zgjidhni të dashurin, zgjidheni nga fushkruja e lartë për shkak të gegnishtës. Jam adhurues të gegnishtës. Edhe pse vetë nuk e flas mirë, po paktën e kuptoj shumë mirë. Si vendosët që të bëheshit gazetare, si e ndjet thirrjen e brendshme ose ku ishte pika që ju i thatë vetes u të bëjmë gazetare? Unë mendoj që kam lindur gazetare.
sepse që kur isha e vogël e kam thënë edhe një herë tjetër, merja një lapz dhe një letër, shkruaja diçka, vija gjithë kushërinë përpara dhe filloja dhe mbaja ose fjalin, ose prezantoja, dhe ata në subkonsciencën e tyre kishin të qartë që unë këtë rrugë do merja. Sigurisht, familja nuk e kishte shumë dëshirë, donte që unë të shkoja në ndonjë nga lëndët eksakte, si mjekësia ose në një lëndë tjetër, inxhinieria. Me mua s'kishin pikë lidhje në këndvështrimin tim, edhe e kam dirë veten gjithmonë kështu, gazetare. Uroj t'ja kem arritur, ta kem përmbushur këtë mision ashtu siç duhet, me etik, me profesionalizëm, me panshmëri. Është një situatë e vështirë tashmë në gazetari, edhe mendoj që ne duhet ecim me hapa të vegjël por të sigurt, të vëmendshëm ndaj zhvillimeve, ndaj fake newseve, duhet jemi të kujdesshëm, duhet kemi kujdes në mënyrën se si trajtohen ngjarjet, se si mund për një moment dikujt t'i shkatrosh karrierën ose jetën. Pra, unë përpiqem të jem e kujdesshme, them më mirë vonë se sa të bëj një dëm që është i pakhthyeshëm. Kështu që mendoj, po kam lindur e tillë, mund ta them me plot gojën. Si e njohur me bashkëshortin? Përmes një të njohurit të përbashkët, që është kushëri imi, edhe është interesante joja jonë, është një ndjenjë shumë e fortë. Ishte dashuri me shikim të parë? Apo i the hajde dhe herë të çoh dhe herë tjetër? Jo, e ke fjalën në aspektin fizik, në çfarë aspekti? Dëgjoj, në aspektin fizik ai është burri më i bukur në botë. Kështu që besoj të gjithë këtë e thonë, edhe nuk ka pikë më dyshje. Por kemi marrë kohën e nevojshme të dy për të njohur njëri tjetrin. Sigurisht, si çdo marrëdhënie, ka ulje ngritjet e veta, edhe po përpiqemi të bëjmë më të mirën. Domethënë kemi pasur dhe në ato turbulencat tona, momentet tona të vështira, madje shumë të vështira. Mund kemi thënë ndonjëherë boll, po kur jemi rikthyer kemi qenë edhe më të fortë, si çdo marrëdhënie tjetër. Asgjë nuk shkon vaj në këtë botë. Kështu që mendoj që është bashkërrugtari që unë kam ndërruar, është njeriu i cili më jep siguri, është njeriu i cili nuk ka qenë kurrë xhelos për faktin që unë dal në televizor dhe ai jo, madje ai nuk pranon kurrë të dalë. Dhe thash, me gjithë të mirat dhe të këqijat, mendoj që ne kemi kombinuar shumë mirë, pra jemi dy gjysma molle që bëjmë një të vetme. Sa e vështirë është për një nën me dy fëmijë që të jetë gazetare të rreni, të mbuloj spakun, të marrë pjesë në emisione, të diskutoj për çështjet e krimit në Shqipëri, të merret me politikën? Dgjoj, është raskapitse në një kuptim, por nëse ke vullnetin ta bësh, mund ta bësh. Dhe unë i kam vjoj, edhe do të vjoj për sa të kem frymë të frymëzoj vajzat e mia. Çfarë dua të them me këtë? Që ata të kuptojnë që për të ecur përpara në jetë ti duhet të luftosh fort. Edhe në këtë aspekt përpiqem gjatë gjithë kohës që ata të jenë në një farë mënyre, edhe pse janë të vogla, të më ndihmojnë në gjërat që bëj. Kështu që patjetër ka vështirësitë e veta, sepse unë duhet të edukoj, të përpiqem të bëj më të mirën time për ta, t'i dërgoj në kurse, t'i dërgoj në shkollë, të mbaj shtëpinë e pastër, të gatuaj, t'i dërgoj në aktivitete, të bëj punën, të bëj kronikat, të bëj emisionin, të shkoj pastaj në darkë. Ndonjëherë edhe kur lodhem, them sonte nuk do dal, po pastaj më kap edhe një lloj inati, jo them, sepse kjo çështje meriton, ka interes publik dhe meriton të trajtohet. Kështu që thash, jam rebele, nuk jam njëri kaq i thjesht, edhe jam me nerv, domethënë jam me shumë nerv. Edhe në këtë aspekt them që kam bërë më të mirën për t'ja dalë. A kam gabuar? Patjetër, si të gjithë në këtë vend. Nuk besoj që ka njëri perfekt. E rëndësishme është që ti kuptosh gabimet e tua, të reflektosh edhe të përpiqesh të përmirësohesh ditë pas dite. Gazetaria nuk është një gjë që përfundon kur ti ke mbaruar shkollën. Pra nuk është si një fushë tjetër që është eksakte. Është një gjë që çdo ditë të mbush, mund të rrëzoj për tokë dhe ti duhet gjesh forcë të ringrihesh. Pra është gjithmonë si një fillim i ri. Pra çdo ditë ti ngrihesh për të kërkuar një gjë të re nga vetja. Dhe unë përpiqem ta bëj këtë. Gjatë kohës që ushtron profesion e gazetares, sa ndjer ndonjëherë shantazhuar apo e kërcënuar? Jo. Pavarësisht që mund të ketë patur tentativa për të më vënë në presion apo në shantazh, jo. Sepse nëse bën punën, unë mendoj që e vërteta të mbron. Risku i gazetarit është që mund ta gjej veten në momentet saktuara, edhe në sulm, edhe në akuzë, padrejtësisht, por unë mendoj që nëse ti ke bërë punën, ke thënë të vërtetën, edhe
ke bërë tamam gazetari, unë mendoj që sado ujëra të turbullta të kalojnë afër teje, asnjëherë nuk do të mbysin, sepse e vërteta është aty dhe e vërteta është e patjetërsueshme. Se mua ndonjëherë më thonë, kur bën një denoncim të faqja, më thonë që po rrezikon shumë pse e bën këtë. Pastaj kur mendoj që ti del përballë njerëzve, nuk dua ta ankohem më. Nuk guxoj ta ankohem. Dgjoj, unë jam xheloze në një farë mënyrë për ty, edhe po drejtohem me ty, jo me ju. Më drejtojnë si të dush. Grua kaq e famshme, pa dalë asnjëherë në televizor, ndërkohë mua më janë dashur vite që të punoj fort edhe të dalë, kështu që ndjeju me fat, nuk e asnjë rrezik nëse thua të vërtetë. Unë nuk e kam patur ndonjëherë tundimin për të bërë famshme, edhe arsyeja pse rri në anonimat është sepse stili i faqes është i tillë që njerëzit gjithmonë kanë vrarë mendjen kush shihet pas faqes. Nuk ka të bëjë as me frikën, sepse unë fakti që po dal përballë njerëzve po takoj, do thotë që atë tashmë din kush jam, nuk është më ndonjë sekret. Thjesht po përpiqem të ruaj atë imazhin interesant të faqes që të ketë gjithmonë atë kuriozitetin se kush është pastaj. A të kanë ofruar para? Ka gjithmonë tentativa të njerëzve të ndryshëm apo të eksponentëve të ndryshëm të kenë palë. Por të thash, nëse një gazetar zgjedh të bëjë gazetari, sigurisht që ata e dinë vendin e tyre. Mi që jemi të gazetarët, si unë ndjeve kur s'pak ngriti akuza ndaj dy kolegëve të tu, Elton Qynos dhe Ertan Hoxhës? Atjetër që shumë keq, unë uroj dhe shpresoj që të dy, si kolegu Hoxha dhe kolegu Qyno, t'ja dalin dhe t'i rrëzojnë akuzat, sepse të paktën me Ertan Hoxhën unë kam punuar për një kohë shumë të gjatë, edhe kemi ndarë të njëjtën redaksi, kështu që patjetër që uroj që ata të dy t'ja dalin. Nuk ka ende një vendim fajësie për to. Ju mund të pyesni me të drejtë, po ju në rastet e tjera keni raportuar? Po, edhe në rastin konkret kam raportuar me profesionalizëm, por duke patur kujdes, sepse ne kemi qenë në të njëjtin vend pune dhe çfarë do lloj gjëje që unë të thoja, do paragjykohej dhe do thuhej që kjo e thot sepse e ka patur koleg. Kështu që unë ja uroj të dy kolegëve me gjithë zemër që ata të na provojnë që janë të pafajshëm edhe që akuza ndaj tyre nuk qëndron. Jo vetëm për veten e tyre, por edhe për komunitetin e gazetarëve, sepse thash dhe rikthehem dhe insistoj që gazetaria ka problemet e veta, ka probleme të qëndësishme, sidomos portalet janë kthyer në një shqetësim shumë serioz, duke shkruar lajme ose nuk janë lajme, duke bërë sulme të paprecedenta ndaj personazheve të caktuara, si në politikë, si në ekonomi, si në biznes, si në media etj. Me radhë. Pra kështu e shikoj unë këtë gjë. A e ndjerë ndonjëherë abullizuar nga rrjetet sociale? Në fillim kur unë dola në ekran, kam dalë relativisht përveç disa raportimeve sporadike që bëja në News 24, kam dalë e para në një moshë relativisht të madhe dhe e dyta pas shumë vitesh pune në media. Punoja vetëm në gazetë edhe kisha vendosur vetë të isha pas një kompjuteri, sepse doja të kuptoja forcën time të argumenti, doja të kuptoja se sa jam e aftë unë ta përballoj dhe në momentet e para patjetër që nuk jam ndier mirë. Por sot po të them dhe po e them gegnisht, pushka top let ju bëhet. Nuk dua t'ja di fare çfarë shkruajnë as rrjetet sociale, as portalet, sepse mendoj që flet qartë, bukur, pastër dhe pas një dyshim puna ime. Mua kanë filluar të më bullizojnë për zërim, po edhe unë si ty nuk e kam problem fare. Kam 10 vjet në rrjetet sociale dhe mësuar me lloj-lloj komentesh. Në llogoren e tyre mendoj që do ta humbësh davan, kështu që të sugjeroj miqësisht që të vazhdosh të bësh punën tënde. Pas saj kafe do filloj që të them jam kolege me Klod Lalën. Do ta them për të mburur. Nëse vjen të arsyeshme edhe mund ta bësh. Ndonjëherë kur je lodhur dhe stresuar nga puna, i ka thënë vetes më mirë të merresha me Kronik Roz, me të komentoja Big Brother si Olti Curri dhe të rria rehat, çfarë mund desh mua tani të merrem me këto gjëra? Jo, kam thënë që për shembull po, se e bëra unë gjithë këtë edhe mos ndoshta është momenti të ndaloj, por nuk kam shkuar deri aty sa t'i marr atletet dhe t'i varë në gosht. Kam nisur nga e para. Sigurisht kam respekt edhe për kolegët e këtyre fushave, sepse mendoj që edhe ata kanë një mision shumë të vështirë, se ndonjëherë është shumë e vështirë të merresh me këtë lloj kategorie. Domethënë, u vesh, u zhvesh, foli, spoli, u lidh, u zgjidh, u bashkua, u nda, u rinda, u ribashkua, ku diun çfarë janë këto termat. Kështu që e shikoj që edhe ata janë në një situatë shumë të vështirë. Imagjino që ngrihet një nga këta
pseudovipet tona të bëra me të gjitha botox silikon që janë gjitha këto gjërat, edhe të filloj për shembull të shaj që në pikën e mëngjesit edhe të thot të vër aty me libër shtëpie se ti vetë ke bërë një shkrim që në fakt mund të jetë fiksi vërtet. Kështu që e shikoj që edhe ata kanë një punë strapacuese. E ndjej. Unë për vete kështu e kam nisur duke komentuar showbizin, edhe isha me thënë drejtë isha shumë e rehat, po këtë pjesën për të marrë me politikë ma diktuar ndjekësit, se filluan të çonin denoncime, po pse s'merresh pak me këtë, kemi këtë, si thua, më bë pjesë e jetës, pastaj nuk ish mangesha dot. Po, në Shqipëri nuk jeton dot pa të prekur pak ajo vala e politikës, pa të prekur pak ajo, sepse dëgjoj, ne jemi një vend kaq i vogël, të gjithë i njohim të gjithë, domethënë, po të kërkojmë mirë mund të bijem 3 milion shqiptar, mund të shkojmë të jemi edhe kushërinjë, domethënë aq vend i vogël sa jemi, mund të shihemi kudo, kur do, mund të gjejmë gjithçka. Dhe në këtë aspekt, prandaj jemi edhe ky komunitet që jemi, se po të shkosh jashtë për shembull, është komplet gjë tjetër. Unë kam jetuar një periudhë në Britaninë e Madhe dhe kam kuptuar që atje secili është për punën e vet, edhe ka një lloj privatësie, ti je rehat, nuk e ke këtë stresin që të krijon Shqipëria her pas here. Megjithatë, pavarësisht se e them këtë gjë, pavarësisht se ky vend ka 1000 halle, prap them që nuk ka diell më të bukur edhe më të ngrohtë se sa dielli në vendin tonë. Unë e kam pikë të dobët Spakun edhe prap do të pyes me që gazetare që punon Spakun. Që ai lexojnë ata prokurorët e Spakut poezitë e mia. Nuk e kam këtë informacion, sepse nuk kam pyetur edhe bëre mirë që ma qove në mendje. Por duke qenë se ka një staf që merret me mediat, jam e bindur që ata në çdo mëngjes, të gjitha faqet kryesore, të gjitha gazetat, televizionet e tjerë bëjnë një raport që u vjet në dispozicion prokurorëve, por edhe drejtuesit të prokurorisë. Kështu që me siguri, sidomos poezitë që ju keni bërë kohët e fundit për njërin nga prokurorët, që kanë qenë shumë interesante dhe aty edhe unë kam filluar të ndjek faqen tuaj. Mendoj që po patjetër mund t'ju keni rënë vesh. Për Altin Dumani nuk po të pyes se ke konflikt interesi, ke Dibran, siç e vet, po do të pyes për Olstadon. Është kaq i bukur sa më duket mua, po thjesht unë e idealizoj. Dgjoj, unë i shikoj të gjithë prokurorët, të gjithë gjyqtarët, të gjithë njerëzit me të cilët bashkëpunoj thjesht si bashkëpunëtor. Dhe nuk e kam parë ndonjëherë me këtë syrin që më thoni ju, por unë e njoh Olstadon si një prokuror serioz, këtë mund ta them, dhe si një prokuror i cili është duke bërë detyrën e tij. Kaq mund të them për të. Për zotin Dumani jam konflikt interesi, pse? Pse ne kemi lindur në të njëjtin qark. Se mua më thonë si ndash Dibrës ngele me Ulsiun me Altinin, tani edhe ti mu bët shumë. Bët shumë dhe nuk e di si do menaxhoj këtë marrëdhënien time me Dibrën. Si do justifikoj. Po tani ç'të të them, përpiqu ta menaxhosh edhe këtë pjesë. Do të lëviz, do të largohem pak nga ju. Para zgjedhjeve, a mendon që Spaku do ketë ndonjë aksion tjetër të rëndësishëm? Lolit, ma bën shpesh këtë pyetje, por unë jam një gazetare që nuk nxitoj kurrë edhe pres kur gjërat të piqen. Pra nuk them që dëgjoj se pas sa ditësh. Patjetër që në atë prokurori ka shumë dosje, të cilat janë në zhvillim sipër dhe njëra mund të jetë gati më shpejt se sa një tjetër. Pa diskutim që ata janë duke kaluar në filtr përgjithsisht njerëzit e politikës, sepse historikisht sa i përket krimit organizuar edhe prokuroria për krime të rënda dikur kanë patur një farë suksesi, Spaku më tepër për shkak bashkëpunimit me ndërkombëtarët, kështu që puna është duke vijuar. Çfarë mendon për media dhe gazetarët që publikojnë detaje nga dosjet e Spakut? Kur them detaje nuk kam fjalën për abuzimet dhe për korrupsionin, kam fjalën për detajet e jetës personale. Pavarësisht kush është ai, politikan, kontingjent krimi, nuk ka rëndësi, po flas për detajet që nuk është se ka ndonjë interes në jetën, nuk është se ka ndonjë ndikim në jetën tonë. Faleminderit shumë për këtë pyetje, sepse mendoj që është një nga shqetësimet thelbësore dhe kryesore për momentin. Kam parë shpesh një lloj deformimi, sidomos në portale të lajmeve të ndryshme. Për shembull, në rastin e një zyrtari policie që përmendej në një nga përgjimet e SKCC-s dhe që rezultonte pas një lidhje me krimin e organizuar, po thjesht përmendej nga një person i tretë, askush nuk u kujdes të thoshte që ky zyrtari përmendet në këtë kontekst, por thanë jashtë zyrtari X që doli në SKCC. Pra keq përdorimi i informacionit mendoj që është një problem shumë i madh.
personalisht jam përpjekur të jem e kujdesshme dhe ju bëj thirrje gjithë kolegëve të ndërgjegjësohen në këtë aspekt dhe të jenë të kujdesshëm. Dëgjoj, kolegët nesër mund ta gjejnë veten aty që dikush të drejtoj gishtin padrejtisht vetëm për t'u ulur kokën, për t'i akuzuar e tjera me radhë. Kështu që në këtë aspekt duhet së pari ta drejtosh gishtin nga vetja dhe të kuptosh atë dhëmb kur dikush të bën të njëjtën gjë. Pra nëse dhe të kuptosh nëse ky aspekti personal ka interes publik, nëse nuk ka interes publik, për çfarë duhet ja servirësh publikut? Për klikime, nuk mendoj që është e drejtë, nuk mendoj as që është etike dhe as që është profesionale. Unë kam bërë pafundësisht lajme, por në asnjë rast nuk jam dalur dhe e sfidoj këdo të shoh nëse unë jam dalur në aspektet personale. Jam shumë e kujdesshme në këtë pikë dhe për këtë arsye kam qenë edhe kundër zotit Berisha, edhe kundër zotit Meta, edhe kundër zotit Velie dhe kundër zotit Rama për sulmet personale që kanë bërë ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve të posaçëm. Asgjë personale me ta, por në momentin që pastaj shkon tek ata, e kuptojnë se sa shumë ju dhëmb kur përmenden aspekte personale që nuk kanë lidhje me çështjen hetimore dhe nuk kanë asnjë lidhje me interesin publik. Por kam përshtypjen se shqiptarët janë një popull që ju intereson shumë të dinë se çfarë bëhet për te i derës së tjetrit. Pra në vend që të merren me gjërat e tyre dhe të përmirësojnë veten, të jenë të kujdesshëm sepse gjithsecili nga ne duhet ta kuptoj, unë jam nënë e 2 vajzave. Imagjinoni nesër sikur dikush të merret me vajzat e mia ose dikush të merret me fëmijët e tu, si do të vi? Ata janë të pafajshëm, nuk janë të ndërgjegjshëm ende për punën që bëjmë ne. Dhe dikush të merret me ta. Dhe për këtë arsye unë kam refuzuar kategorikisht të merrem dhe të hyj në këtë pjesë. Kështu që patjetër që nuk më vjen mirë që po nuk e di nëse mund t'i quaj kolega ata që e kanë bërë këtë gjë. Megjithatë, unë e kam ëndër të më thrasin herë në spak. Nëse do kesh në një sekret hetimor, do ma kalosh mua ta publikoj që të paktën të më thrasin për nxjerrjet e sekretit hetimor. Thrasin për ndonjë kafe kaq shumë poezi sa ke bër. Kështu që deri tani nuk kam marrë as ftesë për kafe. Nuk të ka, domethënë do të bësh një poezi më pikante, mendoj, kështu që ulu. Për cilin nga prokurorët duhet ta bëj? Po nuk ka rëndësi, thjesht bëj dhe mbasa ata do kujtohen prit se kjo vajza bën poezi të bukura edhe. A mendojnë që politika kontrollon krimin apo krimi politikën? Mendoj që janë bashkë. Sepse nëse politika ka vullnet për ta shkatruar krimin, e shkatron me njëherë. Por unë mendoj që intereson bashkëpunimi. Dhe unë mendoj që krimin e kemi në politikë. Sepse sa do dëme të bëj një kriminal, patjetër merr jetë njerëzore dhe të ndëshkohet, ka vjetra të dënuar me burgim përjetshëm. Në aspektin financiar, dëmin që bën një politikan është i pallogaritshëm. Me një firmë, një ministër mund të vjedh miliona euro. Të ka ndodhur ndonjëherë që ke qenë duke investiguar për ndonjë çështje të caktuar të krimit, edhe fijet të kenë çuar tek ndonjë politikan? Po patjetër, ne kemi raportuar rastet. Kemi raportuar, nuk është se nuk i kemi raportuar. Janë publike dhe janë raste të cilat janë bërë edhe evidente. Kështu që në këtë aspekt, por në këtë pikë duhet të jesh pak i kujdesshëm sepse duhet sigurosh prova, nuk mund të flasësh a priori për gjërat, pra thjesht në mënyrë hipotetike. Që të shkosh dhe ta denoncosh me emër dhe mbiemër, duhet kesh provën. Dhe është një betejë e brendshme që ti ke. Pra ti e krijon bindjen për gjën që je duke bërë, por ndërkohë e ke të vështirë që ta publikosh sepse duhet ajo prova. Kur shkosh në gjyq duhet të kesh provën për të thënë që po në mënyrë të pakundërshtueshme kjo provë të lidh me krimin. Por mendoj që çështjet të cilat kanë pasur mburoj politike në një farë mënyre kanë pasur dhe lidhje politike, unë kam denoncuar paktën 2 prej tyre, janë provuar dhe më pas janë finalizuar edhe me arrestimin. A përdoren bandat kriminale për të bërë fushatë dhe për të bërë vota? Patjetër, 339 e dëshmoj këtë. Unë jam gazetari që e kam denoncuar. Ka qenë një fat për mua, sepse mund t'i kishte rënë ai material në dorë edhe dikujt tjetër. Ndonjëherë është edhe fatse si lajmet vinë në dorën tënde. Dhe e dëshmoj qartë që krimi organizuar po diktonte. Më pas 184 ishte një histori që zbardhi Bildi Gjerman dhe që tregoi qartazi që krimi organizuar po ndikon në fushatë elektorale. Uroj që në 2025, në 11 maj,
mos e ketë forcën e dikurshme për shkak se shumë nga grupet kriminale janë goditur, po ashtu ka një task force ose një strategji për hetimin e krimit zgjedhor. Gjithsesi nuk mendoj që kjo është një çështje vetëm e institucioneve, mendoj që varet nga ndërgjegjja e gjithsecilit nga ne. Shqiptarët duhet të ndërgjegjësohen që vota duhet të jetë një vullnet i pavesuar, pra një vullnet jo i diktuar nga të tjerët, por duhet të shkojnë të mendohen mirë, thellë dhe të kuptojnë që çfarë duan nesër për fëmijët e tyre, për veten e tyre, sepse në fund fare duhet kuptojnë që aty tek ajo kutia nuk të kontrollon dot njeri për kë voton. Pra duhet të binden dhe nuk duhet të votojnë në grup, se do kryetari i familjes, sidomos në zonat rurale, dhe ne duhet shkojmë të votojmë të gjithë në grup, se baba im ka babe e do me votu për filanin apo për x-in y. Pra duhet shkojnë të votojnë të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë kush është alternativa më e mirë për të hedhur votën. Për fat keq, unë thuajse në pjesën ndërmuese që nga 2005 nuk e kam ushtruar drejtën e votës, dhe më vjen keq për këtë dhe nuk e di sa do ta ushtroj edhe në 11 maj, sepse jam ndodhur me shërbim jashtë Tirane në rrethe të ndryshme, dhe në këtë aspekt them që qytetarët duhet të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë brenda vetes se kush është alternativa më e mirë. Nga disa nga dosjet që kam lexuar, më ka bërë përshtypje niveli i komunikimit mes eksponentëve të krimit, ishte thuajse analfabet. Unë nuk është se kam pritur që këta të jenë doktor shkencash, po tregon nivelin e ulët arsimor. Si e shpjegon faktin që vajzat e ekranit, vajzat e showbizit dashurohen me tipa të tillë? Ju thoni janë njerëzit e krimit analfabet, në fakt harroni që janë shumë njerëz politikës me një nivel të tillë. Mjafton të dëgjosh në kuvendin e Shqipërisë fjalimet e tyre, është për të vënë duart në kokë, mjafton të kuptosh gjuhën e vulgut me cilën ata flasin, është alarmante. Do të vi turp të shohësh parlamentin e Shqipërisë që presupozohet që janë 140 të zgjedhur vendor. Për të kthyer tek pyetja juaj, kam përshtypjen se është i tërheqja i mitit të fortit. Këta janë njerëzit e fortë, njerëzit që kanë pushtet, kanë shumë para. Dhe mendoj që kjo i tërheq. Veshja atyre me një lloj aureole të fortit. Edhe përgjithsisht vajzat e ekranit me sa duket tërhiqen nga kjo pjesë. Dëgjova një intervistë të Safet Bajrit, i cili tha që Shkodra nuk ka të fortë dhe të dobët, nuk jemi fjerin, duke nënkuptuar që në fjerë është situata më keq. A mendoni që ka të fortë në Shqipëri? Dgjoj, termi fort mendoj që përdoret nga ndikimi që ata kanë në komunitetin ku operojnë. Unë e kam konsideruar të fortë Safet Bajrin, meqense më vure në përballë emrit të tij, sepse kur unë kam lexuar dosjen belge, një dosje shumë interesante, kishte një episod tronditës. Dhe pse e kam thënë këtë gjë që është i fortë, do t'jap argumenta. Një episod tronditës shfrytëzoheshin vajzat për prostitucion dhe një moment do bëhej ditëlindja e njërit prej antarëve të bandës kriminale. Dhe vajza kishte refuzuar t'ju jepte parat e punës në rrugë. Dhe ata e kishin dhënuar në mënyrë barbare duke i thyer legenin. Dhe më pas, kur vjen në Shkodër, dhe unë jam dëshmitare sepse kanë qenë në fushata elektorale që i kanë mbuluar ngjarjet, ti kupton që ata nuk pyesin për asgjë, nuk pyesin për shtetin, nuk pyesin për qytetarët, kapin armën, dalin mes të rrugës, nuk pyesin për pasojat, dhe në këtë aspekt ndikimin që ai ka patur në komunitetin që jeton, më ka bërë mua të kuptoj që po është njëri i cili i ka futur në kthetrat e veta të gjithë, dhe në këtë aspekt e kam cilësuar të tillë. Në lidhje me atë shprehjen që ai përdor, e kam dëgjuar, nuk e kam dëgjuar live, sepse kam qenë në një transmetim paralel, e kam dëgjuar të nesërmen, me thënë drejtën se isha kurioze, për ta sqaruar për opinionin publik. Ai ka kërkuar të hyjë natën përpara se sa të dilte në Top Channel në një studio televizive në News 24 ku unë isha e pranishme. Dhe unë kam refuzuar. Edhe po e sqaroj sot, meqense ai e tha në tekst, por nuk e tha me emër. Kam refuzuar, jo se nuk përballem me Safet Bajrin apo me çdo Safet të këtij vendi, pra që është njëri i krimit, dyshohet për krim të organizuar. Por sepse asnjëri nga panelistët nuk ishte informuar që ky personazh mund të hynte në lidhje. E para, e dyta, unë kërkova kohë që të shkoja në kompjuterin tim dhe të merrja materialet për ta vënë atë përballë fakteve. Dhe kjo ishte arsyeja, dhe të nesërmen ishte i ftuar kur të donte të ballafaqohej me faktet. Sa i përket fakti që thotë jo po në Shkodër nuk ka të fortë se Fieri. Fieri ka një tjetër
tipologji kriminaliteti. Përgjithsisht, bosët e krimit në Fier kanë qenë më të heshtur sa i përket marrjes së armës edhe daljes në rrugë. Kjo një formë sofistikuar. Patjetër, dëgjoj, krimi në Fier është shumë herë më i sofistikuar se krimi në veri. Dhe unë kam thënë gjithmonë publikisht se ka të bëj edhe me mentalitetin, ka të bëj edhe shpesh me rregullat e kanunit apo me mënyrën se si veriu sillet. Ka të bëj edhe me faktin që se si, për shembull, kur unë po trajtoja ngjarjen e ekzekutimit të Fatbardh Licit, dhe në dosje më dilte implikuar një vajzë, dhe unë kam raportuar të nesërmen lajmin, jo në emisionin tim, u tregova e kujdesshme dhe nuk e nxora emrin atë natë, sepse mendova si nën dhe si grua që duke qenë se kanë kaluar vite dhe ajo nuk ishte më partnerja e Safet Bajrit, ajo mund të kishte krijuar një marrëdhënie tjetër, mund të kishte një familje të re, dhe është fiksa ajo pjesa që unë nuk mund të prekja personalen, pra është një histori e mbyllur dhe një kapitull i mbyllur. Të nesërmen, një punonjës policie i cili kishte marrë pjesë në operacion më thot, ju keni një gabim, thot, në raportimin tuaj. Cili është gabimi? Thot, e keni lënë vajzën me iniciale. Po, i thash për këto arsye, po ajo është arrestuar, thot. Po për çfarë akuze? Për implikim në ngjarje. Aty pastaj ndryshoi gjëja. Dhe unë e raportova. Sigurisht edhe në rastin dytë me iniciale fillimisht derisa të kuptonim çfarë ndodhte. Por çfarë dua të them me këtë? Më bëri shumë përshtypje se si për herë të parë në veri ishte një vajzë e përfshirë, sepse përgjithsisht njerëzit e botës krimit në veri janë edhe çik kështu, nëse mund ta them patriarkal, pra janë njerëzit që duhet përballen vetë, nuk mund ta pranojnë ata partneren, gruan apo motrën e tjerë me radhë që të hyjnë në këto histori. Pra janë vetë ata që janë violinë e parë. Ndërkohë në anën tjetër funksionon pak ndryshe. Ne kemi parë shpesh që në jug bostë të krimit kanë përdorur partneret për të nxjerrë në prit kundërshtarët e tyre, ose për t'i joshur ata dhe për t'i patur lehtësisht target ose objektiv të arritshëm. Kështu që kështu e kam parë unë historinë. Mund të themi që në jug krimi ka barazi gjinore. Thuaj edhe kështu po deshe, por po ka raste plot që për shembull Edison Arizaj, një ndër njerëzit më të rrezikshëm botës krimit, është nxjerrë sipas meje në prit nga vajza e një avokati. Është kontakti i fundit me të. Është kontakti i fundit me Edison Arizajn. Konsiderohej një bos i krimit, ishte njëri i cili ishte shumë vështirë si objektiv për t'u arritur, dhe po të shikosh lëvizjet e tij të fundit, është vrarë pasi është ndarë nga vajza me të cilën, me sa kam kuptuar unë, që sigurisht nuk do ta bëj kurrë publike emrin e saj, kishte krijuar një lidhje intime dhe pas ndarjes me të ai u ekzekutua. Kështu që edhe nëse nuk i përfshin direkt, në mënyrë indirekte, ata mund të vënë target ose ndjekin partneret e tyre dhe shkojnë tek objektivi. Nëse do isha regjisore, cilin do merre si aktor kryesor për një film aksion, Safet Bajrin apo Ibrahim Licin? Asnjërin as tjetrin. Mendoj që bota e krimit organizuar ka mendje më geniale. Për shembull? Po e kam thënë, për shembull, një ndër mendjet geniale të botës krimit është Aldobare. Çfarë e bën atë ndryshe nga të tjerët? Ja ta them unë çfarë e bën atë. Ai ngriti një shtet paralel. Ngriti një komisariat paralel me komisariatin e policisë. Pra, ishte shteti dhe antishteti. Dhe njëri që shkon deri aty sa ka edhe shtet dhe antishtet, edhe ky antishteti është më i fortë shpesh herë. Dhe për fat keq nuk kurseu, do të thonë një kriminal me një mendje të jashtëzakonshme për të shkatruar gjithçka. Mendoj që është absolutisht, imagjinoni se si ka ndërtuar njëri që kur unë e kam parë për herë të parë në sallën e gjyqit, një burr i shkurtër, por që arriti të vinte në terror një qytet dhe një Shqipëri të tërë. Edhe për më tepër nga Lushnja. Edhe për më tepër nga Lushnja. Që ka ca se kam pasur këngë shumë interesante pjesë të statuseve të mia prandaj. Sa herë kam patur një operator nga Lushnja, nuk jam autorizuar t'ja them emrin, po ai e di nëse do ta dëgjoj këtë intervistë, dhe sa herë fillonte edhe ngrinte zërin dhe unë i këndoja një dy vargje interesante, o po bërë di Gjermani plot me topa të mëdha, u futa në kallamishte, shqyqyr zoti që s'më pa. Dhe sa herë ngrinte zërin, unë ja këndoja këtë dhe zgjidhe çështja, do më fillonte punën.
Ka kaluar goxha kohë nga sulmi me armë që është bërë ndaj shtëpisë së prindërve të tu. Unë nuk kam pasur mundësi të pyes përpara, po dua ta di si e ke përjetuar. Ajo është një ngjarje tronditëse për mua dhe për familjen. Por është një çështje që ju përket autoriteteve të merren me të. Kushdo që të ishte në vendin tim dhe uroj kur të mos jetë përpara një situate të tillë, patjetër që e kupton tronditjen që vjen. Por ju thash, unë jam një vajzë që jam rritur në një familje të madhe, familja ka qenë mbështetja ime më e madhe dhe ju kam borxhet, nëse unë jam në borxh me dikë në këtë jetë, sikur sot të mbyll syt, janë dy kategori, familja ime dhe vajzat e mia. Askuj tjetër. Kështu që ata më kanë qëndruar dhe vijojnë të më qëndrojnë pranë në çdo të mirë dhe të keqe, sepse ndonjëherë jeta të përplas edhe në dallë që nuk i pret. Por realisht, dhe më beso për këtë, jam shumë e sinqert, unë jam natyrë që çaj rrallë ose kur çaj në shtëpi kur nuk më sheh askush, jo në publik. E them gjithmonë brenda vetes, faleminderit pafundësisht që kanë rastisur të jenë prindrit e mi, motra dhe vllai, të cilët kanë qenë gjithmonë sa herë unë kam patur nevojë. Nuk e ke idenë se sa herë unë kam mbetur në ngjarje dhe familja ime nuk është kursyer. Shkojmë ne, i marrim vajzat në shkollë, shkojmë ne bëjmë për të ngrënë, shkojmë ne i dërgojmë në kurs, për çfarë ke nevojë. Sa herë që unë kam ngelur pa një këmishë në transmetim në orë të gjata, ma kanë sjellur këmishën të hekurosur. Sa herë unë nuk kam arritur do të gatuaj, më ka ardhur mami me tasin e supës apo me një gjë të shpejtë, edhe nuk kam thënë asnjëherë faleminderit, po faleminderit që ma dhe mundësinë t'ua them sot, faleminderit me përulje familjes time dhe ju jam borxh për çdo kontribut dhe mbështetje që ato më kanë dhënë. Nëse të thonë të heqësh dorë nga gazetaria për të hyrë politikës, kandidate për deputeten në Tibër, do bëje? Kam patur oferta, por nuk është politika kostumi që më shkon. Nuk e ndjej vete. Unë mendoj që po përpiqem të jap një kontribut që vlen, edhe do jem në media derisa unë të ndjej brenda vetes që po, opinioni im, puna ime, kontributi im vlen. Atë ditë që do kuptoj që nuk vlen, edhe njerëzit nuk kanë më interes, ndoshta do përpiqem të bëj një gjë tjetër. Por jo, nuk e shikoj politikën si stacionin e radhës. Por, nëse do të ndodhte në të 60-tat e mia, për shembull, patjetër që nuk do hiqja kur dorë nga Dibra. Dibra është një dashuri pa kushte për mua, kështu që unë e them me zë të lartë, kur kam bërë dasmën tradicionale, kam veshur kostumin, kam veshur edhe bashortin me kostumin tradicional, edhe të zonës ti patjetër. Unë këndoj këngë Dibrane gjithmonë, ua kam mësuar vajzave të mia, kam pas Liri Rashëm këngëtare në dasëm, kështu që mbetem pak krahinore në këtë aspekt. Kjo do të thotë që informacionet që merrni nga Spaku i merrni për shkak të lidhjes të forta që ke me Dibranët? Po si mund të pyetet një gazetar se si merr informacionet? Më përpara në krye të prokurorisë. Me që unë nuk jam gazetare, po e lejoj vetes. Atë po. Unë kam qenë edhe më përpara gazetare, kam bërë të njëjtën punë kur drejtues nuk ishin fare Dibranët. Por burimet e një gazetari nuk vinë për shkak të krahinës. Burimet e një gazetari janë ata njerëz të cilët të besojnë ty për integritetin, për qartësinë, për seriozitetin, për mënyrën se si e trajton ngjarjen. Dhe kjo s'ka lidhje fare me të qenit Dibran ose jo. Ka të bëjë me gazetarin që ti përfaqëson. Po për marrëdhëniet e politikës me mediat, gjatë gjithë këtyre viteve karrierë, a mendojnë që është përmirësuar apo është përkeqësuar? Sepse gjithmonë më shumë shikojmë politikanë që dalin me video të gatshme, nuk përballen drejt për drejt me gazetarët, ose kur përballen përdorin një batutë dhe u shmangen pyetjeve. Çfarë mund të më thuash për këtë? Sigurisht ka regres shumë të fortë, sepse më përpara ne ndiqnim kur unë kam nisur gazetarin, kisha telefon, por nuk arrija do të bëja thirrje, vetëm më bënin thirrje. Dhe do të shkoja në çdo komisariat policie për të parë nga afër
se çfarë ndodhte dhe në darkë, pra në 2 të mëngjesit, telefonoja çdo sallë operative që nga drejtoria e Tiranës o komisariatet për të pyetur nëse ka ngjarje e tjera me radhë. Domethënë ka qenë një tjetër kontekst, edhe ne shkonim në çdo ngjarje, qoftë kriminale edhe politike. Nuk ishte kaq e lehtë që gjithçka mund të vi në kohë reale, në rrjetet sociale, në WhatsApp, në Facebook, në gjitha këto mënyrat e reja të teknologjisë. Ama kishte mendoj për ato gazetarë që donin punonin, dhe sot patjetër ka mundësira dhe ka liri, sepse thash varet shumë nga integriteti i gazetarit, por ishin shumë të hapur politikanët, kishte njerëz të jashtëzakonshëm politik. Domethënë, unë dëgjoja fjalime fantastike në kuvend, pavarësisht ngjyrimit, nuk kishte rëndësi të majt apo të djathtë. Nuk i masja fare në këtë aspekt. Edhe ti ndalesh edhe kuptoje që po, janë njerëz të formuar, janë njerëz të shkolluar me integritet që kishin ardhur aty, edhe që kishin beteja. Dhe tani kupton që deputetët kanë 40 fjalë në fjalor. Dhe si mund të përballet me një gazetar, një deputet që ka 40 fjalë në fjalor, që nuk ka lexuar një libër në jetën e vet, që ka bërë trafikantin edhe është futur në kuvend. Ose një deputet që është dënuar për vjedhje në Itali apo në Britaninë e Madhe dhe vjen dhe bëhet deputet i kuvendit. Çfarë mund të presësh? Çfarë mund të presësh? Pra, fakti që është ulur shumë cilësia e të zgjedhurve, do të thotë që ata një pjesë prej tyre e kontrollojnë për shkak pushtetit, për shkak të financave etj me radhë, ndërkohë një pjesë janë të paaftë për të përballur dhe çojnë kasetat e gatshme. Po mendoj që ky është një armë i medias, jo i politikës. Media duhet ta refuzojë këtë gjë. Mendon që kemi të bëjmë me censurë apo me autocensurë? Unë mendoj që janë të dyja bashkë, se kjo varet shumë nga gazetari. Takova para pak ditësh një drejtues të një televizioni, i cili unë e vlerësoj për integritetin që ka. Dhe më tha, konstatoj, tha Klodiana, pas kaq shumë vitesh punë, që gazetarët po vetë censurohen. Kjo nuk duhet të ndodhë në fakt. Gazetaria është mision, nuk është thjesht një punë. Nuk je një infirmier që të bësh atë gjilpërën edhe. Jo, duhet kërkosh gjithmonë gjëra të reja, duhet kërkosh gjithmonë histori të reja, ngjarje të reja, të njohësh njerëz të rinj, të kuptosh se si funksionon gjithçka. Nëse mbetesh peng vetëm i gjërave të servirura, mendoj që do vdesësh. Domethënë, bashkë me një grup miq dhe mikeshash të ngushta, un kam në WhatsAppin tim një grup që e kemi quajtur grupi udhëtimeve. Dhe ne shkojmë thuajse çdo muaj në një fshat të Shqipërisë. Pra, mund të shkojmë me 2 makina, te njëri tjetri, njëri merr tjetri makinën, bëjmë sanduiqet me vete gati, ose bëjmë barbecue kur kemi mundësi për ta bërë. Dhe gjëja e parë që unë bëj kur shkoj në fshat është që ulem në kafen më të populluar të fshatit dhe dëgjoj të gjitha shqetësimet e njerëzve aty, të zonës, banorëve të zonës. Dhe e kam bërë shpesh dhe po të pyesësh, ne jemi bërë në një farë mënyre shumë popullore në disa fshatra, sepse dua të kuptoj realisht mentalitetin e zonës, mënyrën se si ata funksionojnë, shqetësimet që ato kanë, dhe gjithmonë lë një mundësi të hapur, ju lë numrin, që sa herë të ke nevojë ata të më informojnë, mbase jo gjitha rastet mund të jenë lajm për t'i bërë unë, por trajtoj, kaloj te kolegët, pra në një farë mënyre duhet kesh këtë lidhjen me njerëzit. Po të humbi kjo lidhje, ke vdekur si gazetar. Po mbete pengi një studioje, ke vdekur si gazetar. Pra gjithmonë duhet kërkosh njerëz të rinj, histori të reja. Çfarë mesazhi do t'i drejtosh studentëve të gazetarisë, gazetarëve në hapat e para të karrierës, edhe një gazetare në tentativë si unë? Ju nuk jeni një gazetare në tentativë, jeni një vajzë grua, kështu mund të quhet. Si të thuash? Një grua e realizuar në formimin tuaj, pra që ju keni më përpara, dhe këtë nuk e them se unë jam sot në intervistë përballë teje. Do t'i kesh marrë informacionet përpara, para se të vije. Patjetër, ka qenë e vështirë në fakt të gjeja, por më gjetët ju mua, por pasi ju më gjetët, unë patjetër që mora informacion, pra pasi mësova emrin tuaj të vërtet, kështu që ju tashmë jeni një gazetare, sepse bëni pyetje të lirshme, ju për shembull. Kjo është hera parë që unë po pyetje pa letër. Kështu që mendoj që kam kaluar atë fazën. Po ka një gjë. Unë mendoj që shpesh kur ju intervistoni,
njerëzit ju kërkojnë pyetjet. Kjo do të jetë vrastare për ju nëse pranoni të bëheni pjesë e kësaj. Sepse nëse dikush i di pyetjet, do kthehet thjesht në një robot me përgjigje të paramenduara. Unë se kam bërë kurrë, për shembull, pavarësisht intervistave që kam bërë, asnjëherë nuk e kam patur si opsion të dërgoj pyetje kategorike, sepse kam dashur që njerëzit japin një mendim të pandikuar dhe të paparamenduar. Megjithatë, këshilla për studentët, punoni fort, mos ju nështroni presioneve, bëni më të mirën tuaj, blindoje një mirë një histori me prova dhe me fakte, sepse pavarësisht sulmeve që mund t'ju vinë, ajo histori do të ngelet aty e pa rrëzuar dhe ajo histori do të ngelet e fort dhe koha, se një moment mund të gjendesh edhe në breshëri akuzash, koha është flori dhe do t'ju japi të drejtë. Ecni me hapat të sigurt, të vegjël, sepse kur ecën në mënyrë të sigurt shkoni shumë lart. Nëse gënjeheni nga dritat e studiojeve, do jeni për një kohë shumë të shkurtër nga gazetari. Lodi, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.